Pardon my friends. Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Pardon my friends. Përshëndetje dashur, sa bukur e thek të theksin francez. Po, vetëm këtë ditë të Se theksoj. sot vetëm ti je franceze vetme dhe ishim dhe dy latin, por jam vetëm unë tash, kështu që jemi kop në kokë një latin dhe një franceze. Sot do të jem vetëm me Arbri në fakt, sepse Lei nuk do të jetë në program sot për një arsye familjare. Urojmë shërim të shpejt të afërmit të saj, por do të kemi situata, do të kemi diskutime, do të kemi pardon ra my friends ra sot, sepse besoj do të flasim lirshëm për shumë gjëra që kanë ndodhur këtu. Pa marrë atë fiqfiqen me vete se si Po, di ta çfarë të marrim, themi, çfarë të themi. Po ta marrim se s'bën, se jo. Cili ishte momenti një herë nga dje që të pëlqeu më shumë nga Prajmi? Ta nisi me këto pyetjet. Nuk di të them për pëlqyeshmëri, por di të them që do kemi shumë, po besoj shumë për të folur sa i përket takimit të Eglit dhe të Olsit. Po, do të flasim gjëre gjatë në pjesën e dytë të programit, do të jetë Foni Elia, i cili është ekspert i gjuhës së trupit, e ka studiuar atë, dhe nisur nga komenta apo artikuj të publikuar sot sa i përket le të themi një sikleti ose një tensioni që mund të kishte mes tyre, Foni do të na sqarojë gjëre gjatë dhe do të na shpjegoj se në cilat situata mund të vrej pak tension mes takimit të dy ish të dashurve. Interesante ishte që ndërkohë që ata të dy po flisnin dhe në koncept po sqaroheshin, ishte Gjesni në sfond që ju hap goja se po i vinte ose po kruan të thonjë. Kështu që edhe për to gestikulacioni human do na tregoj Foni më pas. Gjuhën e trupit. Po ashtu do të kemi Bruno Shemsho, i cili her pas here komenton Big Brother në programe të ndryshme televizive, sot do të vinë në radio për të komentuar situatat që ndodhen nga mbrëmja e djeshme, për të diskutuar për finalistin në pjesën e dytë. Do të na bashkohet me anë të një lidhje telefonike dhe Ilnisa Agolli, e cila jo vetëm që e suporton Laertin, por është dhe një nga miqtë e saj, kështu që do t'i thot dy fjalë dhe Ilnisa për Laertin në pjesën e dytë të programit. Pra kemi shumë gjëra për të diskutuar sot, por më e rëndësishmja është që do dëgjojmë dhe muzikë të mirë, sepse jemi në Top Albania Radio dhe si për herë apo. Dhe fjala i mbetet edhe muzikës. Kështu që I adore you është tani. I adore you. Mona Po ti e di se ku do jetë ky DJ apo? Po hama. Eagle Beat Festival. Lëre tani. Një hallakatje si ato që të pëlqejnë ty, Të gjithë ata që duan ta ndjekin në live në Eagle Beat Festival, që është një festival edhe i mbështetur media partner Top Channel, Top Albania Radio. Aty ku transmetohet muzika më e mirë. Kështu që keni shumë propozime, festivale, koncerte, evente shumë të bukura artistike, të cilat gjithmonë janë suportuar nga Top Albania Radio, por ju e dini. Duket një gjë normale kjo, në fakt se jetojmë në një botë shumë globale, por për neve që jemi duke u ashun çika, duke u pjekur doja thoja, domethënë përpara nuk është se ishte një gjë kaq normale për Tiranën dhe për Shqipërinë, që të kishte kaq shumë festivale dhe kaq shumë artistë të huaj që vinin dhe e vizitonin, kështu që ky është një realitet i ri dhe shumë i bukur që artistë që bëjnë festivale dhe koncerte në të gjithë botën tashmë ndalojnë edhe sidomos edhe në Tiranë për publikun shqiptar. Ke ndonjë kështu të preferuar përveç? Jo, e di çam kujtohet se tani ndërkohë që po thoja këtë, më kujtohet diku nga viti kam përshtypjen 98 në mos gaboj. Erdhi për herë të parë që vinte një artist, domethënë nga të parët, që vinte një artist i huaj i famshëm, ka qenë DJ Bobo në atë kohë. Po, tek sheshi, It's My Life, këngë e vet, dhe ishte super full dhe ai besoj ka qenë koncerti më i madh që ka bërë një DJ Bobo në jetë vet. Dhe ishte një eveniment i jashtëzakonshëm që vinte. It's My Life. Po, ka një këngë It's My Life, një këngë shumë. Është një tjetër It's My Life, ose ka DJ Bobo? Jo, It's My Life. Kjo është tjetër. Kurse ky e kishte It's My Life. Okay, po. Stop the Luli. S'po këndoj se ata që na dëgjojnë nga makina ose do bëjnë. Se kemi pasur Stop the Luli, Stop the Shuli. It's My Life. Sa të lezetshëm kemi qenë gjimnazist në fetetën. Unë të paktën se ti duhet të kesh 3 vjeçare. Po, unë kam qenë më i njohur akoma. Ke qenë i vockël i njohur. Përveç të gjitha eventeve artistike, ju e dini që diskutohet shumë Big Brother, edhe le të themi është një nga hapësirat e cila ka më shumë vëmendjen e audiencës. Kemi filluar tani të na komentojnë dhe ne, pse the kështu, pse tha ashtu, pse mbron këtë, pse mbron atë.
Shqyqyr që që ka mbetur dhe pak dhe po marron se Ledioni po bie, po ikin ato pak kile që i kanë mbetur, kështu që po vazhdoj akoma dhe shumë. Ti Arbër je dëshmitar që ne përveç humorit këtu nuk kemi marrë shpatën dhe të mbrojmë apo të ulim apo të ofendojmë dikë përveç pavarësisht njojeve apo miqësive që kemi me një pjesë banorëve aty, kështu që në punë jemi shumë transparent dhe pas pak që do të na bashkohet Bruno. Ai mund t'i bjerë kujt të doj, por ne të dy jemi shumë profesionistë. Gjithmonë, pavarësisht kënaqësive, dëshirave dhe mirësive tona. Që të flasim hapur, domethënë. Por siç e vu të re, as Niko nuk është sot këtu me ne, sepse ndodhet në Seladik, por nuk ka nguruar të na dërgoj videon e tij sa i përket gocave të veshura më mirë. Kështu që kemi një top 3-she, të cilën do ta transmetojmë pak më vonë dhe do ta komentojmë bashkë. Arbër, ndërkohë shkëputemi me pak publicitet. Do ulja volumin nëse e ke të lartë aty. Ke një mrokull. Lëvizat e mrokullën. Drejtoresh teknike. Lëvizat e mrokullën. Ej Bruno Shemsho në Top Albania Radio, mirë se vjen. Mirë se ju gjeta. Më pëlqejnë shumë komentet, je ti, Artioni, Mardiola, Olta, po ashtu. Ta ndihesh me fat sot njerëz se ti edhe dy çuna, se përgjithsisht. Patjetër, gjithmonë. Edhe nëse do ishte lej, do ishim dy goca me fat sot. Në favor tim gjithmonë, po këtë radhë në favor tim. Bruno, si të kemi? Shumë mirë, mirë në përgjithësi. Mirë, si të zhdukur ky Big Brother një? Unë e kam dhënë shpesh mendimin tim, por tani do e them pa filtra fare, një çmendim e vërtet. Në më kështu themi për vite dhe aty ngulemi. Po pra, e vërtet është. Po shiko, ajo të bën, domethënë që ta ndjekësh më shumë fakti që të gjithë janë personazhe të tillë që të mbajnë ngjeshur mbas ekranit. Edhe më pëlqen ajo pjesë. Tash mendim për vetë faktin se ti nuk e di se kur do plasi një sherr. Po pra, kjo është edhe kur janë duke e qeshur. Është vërtet. Kur vonon 10 minuta apo plas asnjë sherr, fillon edhe të vjen çuditë. Po, çka ka ndodhur? Dhe tamam si ajo shpreha ziesh duke ngrënë bakova. Çka keqim shef spot çop, po pse s'më shef, si jam i bukur. Pra, pse s'më gjuan. Po Bruno, më fal se ndërhyne. Shumë kompleks domethënë si Big Brother në sajt të personazheve që kanë fut, por mendoj se tani në vijën e finishit çdo gjë bëhet prap shumë më intensive dhe mund të shohim edhe çuditëra. Të tipit për shembull. Duke u bazuar edhe nga deklaratat e konkurrentëve aty, presim të plasë një bombë, ndonjë kamikaz aty brenda. Po, si ç'kemi thënë dhe e mbajtëm, domethënë është vazhdimi. Situatat kanë qenë super të larmishme gjatë gjithë kësaj jave, por Prime i djeshëm le të themi që kishte disa pika kulmore e para lajërti finalist dhe pastaj një takim midis Eglit dhe ishte dashurit të saj. Domethënë si e pe të gjithë këtë situatë. Po nis nga fillimi te pjesa e lajërtit, në një deklaratë publike në emision un kam thënë që do jetë lajërti ndryshe nga të gjithë panelistët e tjerë që po thonin Egli gjithë. Edhe patëm një diskutim shumë të ashpër, le të themi, për televizionin ku un shpalosa gjithë faktet pse lajërti duhet të jetë finalist. Edhe ishin të njëjtat arsye që dhe Laerti dha gjatë spektaklit, si për çudish, çdo fjalë ishte e njëjtë, edhe pjesa e prekjes së fesë, edhe sqarimi që bëri ishte i njëjtë që mu dhashte intervista, edhe mendoj se ishte e meritueshme. Gjithashtu besoj edhe Rozana mendon se janë të dy të merituar, le të themi, dy të parë. E kam thënë që në fillim, po. Edhe Rozana për mua është një finaliste denj, ka çdo dinamikë e saj ka qenë kryefjalë në atë shtëpi, edhe çdo kush që ka krijuar dinamika, përsëri Rozana është gjendur në ato dinamika. Është rrotulluar aty. Me që jemi te parashikimet, të falë më pas vazhdojmë edhe më tej. Ke një parashikim se kush do jenë të tjerët? Dy të tjerët? Në qoftë se Gjesi dhe Egli siç premtuan nuk që do dilin nga shtëpia nuk do dalin, po nuk dolën se u pa. Po nuk do dilin, e dinim dhe ne dhe ata vetë. Të gjithë e dinim normalisht. Që ishte thjesht një batut. Me meritokraci, mund të them do jetë Gerta, sepse është që nga fillimi Big Brotherit konkurrentja vetë me Rozanës edhe kanë luajtur atë lojën me njëra tjetrën kush është më mirë. Po, kanë qenë, le të themi që disa Prime kanë qenë gjithmonë të dyja, po. Edhe mendoj po Gerta e meriton, por jam në dilemë në lidhje me të dytin. Mund të jetë Gjesti. Ke dilemë për Gjestin? Po thua. Kam dilemë për Gjestin. Cilat janë arsyet, po? Me meritokraci unë mendoj që duhet një imazh si Danja për shembull. Edhe Aldo që doli, unë mendoja se do ishte njëri prej tyre, ose Danja ose Aldo që do ishte në finale, pasi janë elemente të tillë që e bëjnë, e plotësojnë atë tablon e finalistit, domethënë të qetë, njerëz që luajnë
jo në rogoz që luajnë në situash me pozitivitet, kanë ato ngjyrat e hapura që në fakt Aldo është komentuar që ka luajtur në rogoz. Unë s'jam dakord me komentet që janë bërë për shumë prej lojtarëve, siç është në këtë rast edhe që Rozana me Laertin janë lojtarë të tillë që luajnë më pist nga gjithë Big Brotheri, më pas u bë Jozi që luante më pist, tani presim dalë në një tjetër. Edhe nuk jam dakord, sepse domethënë sipas teje, kjo finale e së shtunës mund të ketë surpriza, sepse një pjesë e mirë e publikut mendojnë që gjesti është i padiskutueshëm. Ti mendon që do të jetë Gerta dhe jemi midis pra Gjestit edhe Danjës, po thua. Gjestit edhe Danjës, po shiko, duke parë atë, më fal për shprehjen, histerin kolektive që bëhet Gjesti finalist, mendoj që Gjesti do jetë me një logjik të thjeshtë. Por duke marr parasysh që në Big Brother të kaluar, po duke marr parasysh Big Brother të kaluar që jo çdo kush që komentohet që ka më shumë dinamika në çifte dhe bën këtë lloj loje, shpesh nuk është as fitues. Në shumicën e rasteve që kam parë unë, të paktën pa i përmendur, nuk kanë të bëjnë numri ndjekësve në Instagram, nuk ka të bëj sa like vete, se këto më duken pa sens, duhen vota. Edhe është testi më i madh për Gjestin që të marrë këto vota dhe nga diaspora. Me që jemi tek parashikimet dhe dëgjojmë parashikimet deri në fund. Nga këta finalistë pastaj kush mendon se ka më shumë mundësi dhe për të qenë fitues? Mendoj, domethënë dëshira ime është që të jetë Rozana. Sa bëre qefin edhe kolegës. Unë respektoj mendimin e gjithë. Unë nuk e di afare një që mbështes të Rozana se e ka sharë në një dimension. Normalisht, shiko. E ka bërë telef. Duke marrë parasysh dinamikat edhe unë pozicionojmë, si të thuash në bazë të lojës. Në bazë të lojës. Në fakt e meriton se ka qenë nga dita parë. Se me thënë të drejtën ka pas ca raste që edhe unë që kam shoqe thoja po pse? E njëjtë edhe për mua, po në këtë pikë të lojës, domethënë fakti që Rozana e pa diskutueshme edhe në atë duon me Gertën triumfoi, mendoj që i vetmi që sipas komenteve dhe mesazheve që mund t'ia vjedh fitoren është Gjesti, por as pak me meritokracinë atë që unë quaj dikë që ka gjithë ngjyrat e Big Brotherit për të fituar. Me thënë të drejtën, me hyrjen e Gjestit lëvizën goxha ujërat në shtëpi, nuk mund t'ia heqim këtë merit. Pra të gjithë cepat e shtëpisë u tundën, u ngritën njerëz nga gjumi në kuptimin e parë të fjalës, që nuk fjetën. Pra filloi të luante në limit, ka le të themi në gjithë këtë rrugtim dalje të banorëve të tjerë me Zarfazin. Më thënë ka pasur goxha dinamika. Unë jam shumë dakord me këtë pjesë dhe do ta them pse. Sepse vërtet është quajtur, këto janë komentet që shohim nga doja tonë që ai zgjoi nga gjumi, po më fal pak, ata dy javë. Jo zgjoi nga gjumi, unë e thash në kuptimin e parë të fjalës, i la pa gjum. E vërtet, ajo, por dua të lidh pjesën e rrugëtimit të Gjestit, që nga fillimi Gjesti ishte një lojtar i përgatitur nga një Big Brother i kaluar me gjithë eksperiencën e marrë prej andej. Lojtarët që ndodheshin te Big Brotheri këtu kishin gjithsej 2 javë dhe unë nuk kam parë në Big Brother që brenda 2 javësh të bet nami. E kupton, edhe Big Brotherat që kanë thyer rekorde edhe këtu te ne, 2 javë të para nuk është ndjer fare ai fituesi. Po marr shkas nëse më lejo të përmend edhe pjesa e Eglës edhe Luizit, nuk kam pas ndonjë dinamik 2 javë të para. Kështu që normalisht Gjesti kishte perfeksionuar, e kam thënë, hapjen e gropave në Big Brother i kaluar edhe erdhi direkt aty i gatshëm që të shpaloste lojën e vet. A ka ndikuar kjo që thua në një lodhje të këtyre sidomos ditëve të fundit dhe javëve të fundit të Gjestit, fakti që ka më shumë se banorët e tjerë izoluar, nuk di ç'bëhet jashtë, një lloj lodhje psikologjike më shumë se të tjerët? Mendoj se po, është normale, se po të marrësh Big Brother Italia, rrin 200 ditë me sa diun ata. Kështu që nuk është ndonjë më shumë, po. Më shumë se 200 ditë, po, dhe Gjesti nuk i ka bërë me sa diun ende 200 ditë. Kështu që mund të them që kozgjatja nuk ka të bëj, po ka të bëj fakti i dinamikave që ai formoi në këtë Big Brother. Normalisht që të lodhin pasi ke njerëz të ndryshëm që u morët e Big Brother i kaluar, njerëz të ndryshëm këtu, personazhe komplet tjetër, ai e shpreu edhe dje në Prime që në këtë Big Brother janë emra të mëdhenj, janë njerëz të arsimuar, janë të rritur në moshë shumica, nuk ishte si në Big Brotherin e Kosovës ku ai kishte shumë të rinj që janë të moshuar. Po pra, ishin 7 çifte thaj total tek Big Brother Kosova, 14 veta ishin çifte me njëri tjetrin. Kështu që ishte një tjetër, një sekondar për se kemi publicitet, po ti nuk mundet turp të vi rend publicitet. Të na falni për
ngjishten, por çupa e xhaxhait këtu. Dhe Arbër Çepani sapo postuan reelin e Barton My Friend është shumë fani batuta, domethënë batuta e Loredanës. Vjen më kap mua nga faqja sikur më ka çupën e xhaxhait. Shumë fani. Ke Bruno këtu. Dhe vazhdoja pyetjen që ta lash në mes. Përpara për gjestin dhe për fiken e tij. Domethënë një alternativë mund të ishte që është fikur disi javëve të fundit për shkak të lodhjes ndoshta më shumë nga të tjerët, por disa zëra të tjera thonë që gjesti është fikur që pas rifutjes së Eglit sërish. Si e shikon? Nuk besoj se ai e do në lojë Eglin, ai domethënë mezi po priste që ajo të dilte, e ka thënë që unë ajo në shtëpi gjatë kohës që doli Egli, e kam analizuar dhe unë pak këtë pjesë dhe mendoj se është e vërtetë, ai mezi po pret që të mbaroj Big Brotheri, dhe siç e ka thënë të zhduket nga ajo shtëpi pa e ditur ku është. Ka nevojë për qetësi. Shiko, ai është 24 vjeç, mendoj unë, edhe eksperiencë e tij e parë në televizion që gjendet në një produksion të tillë me emra kaq të ngritur, sepse të paktën dijenin time nuk ka pasur ndonjë bashkëpunim më përpara me emra të tillë të ngritur në botën e artit e të muzikës. Kështu që për të ka ardhur një miks emocionesh i madh dhe ka nevojë për qetësi. Nuk besoj fare tek marrëdhënia e tyre, më duken çdo gjë falso sa për efekt të lojës. Edhe nga ana e Eglit këndon gjë. Nga ana e Eglit në anë e Eglit është akoma më shumë komplekse, domethënë nuk arrit ta kuptoj si një vajzë në atë moshë me atë lloj backgroundi dhe bagazhi që ajo ka paraqitur në ditët e para që ka hyrë në Big Brother, ku ka thënë që unë nuk do lidhem kurrë, pasi nuk dua të jem të mbahem mend për atë lloj gjëje, sikur jam e dashur e dikujt. Edhe më bëri kurreshë që edhe te linja e jetës përsëri u desh që të hynte ishi vet edhe qenjësi shumë. Po sepse e kishte përmendur tek linja e jetës dhe normalisht në 5 vite e ka pasur pjesë të jetës, kështu që kjo është një situatë, një shuplak e historisë së saj të jetës që u tregua hapur aty, domethënë që ajo pa dikë nuk mund të shkojë as në finale. Kështu që as Olsi nuk e ndihmoi në këtë rast me këtë lloj takimi, edhe prandaj doli lajë. Si tu duk me qemi të takimi, si e prisni dhe si tu duk takimi mes të dyve? Unë se prisja fare të drejtën. Se prista askush më të drejtën. Unë domethënë isha duke luajtur me Macen që ka marrë tani, edhe në një moment kthej kokën edhe kemi Olsin të dhomën e surprizave dhe ngela Ols, shkoi Olsi Bylyku. Edhe që është shumë e papritur dhe mund të them këtë lloj gjëje që nuk më përçoi asnjë pikë emocioni, të dy ishin si në ngjecje sipër, sepse me sa kuptova unë, Olsi nuk e kishte sqaruar ndarjen e tyre dhe nuk ishin takuar pasi ishin ndarë, kishin dy vite. Fakti si kunjë, e tha nuk kemi sqaruar kur ishim ball për ball dhe erdhe tani në televizion, kështu që ishte një goditje nga ana saj, le të themi live. Shikoj, që shumë e ftohtë, Egli. Po do ishte se janë ish tashmë. Janë ish edhe nuk kuptova diçka që ndoshta ka thënë emocionet Olsi në këtë rast, që ndjenjat nuk mund t'i kontrollojmë, tha, po mund të kontrollojmë respektin për njëri tjetrin. Si drejt që nuk mund të kontrollosh ndjenjat kur ke ishin përballë. Unë nuk arrit ta kuptoj pse e tha këtë lloj gjëje. Se është i lidhur, është i lumtur, përshëndetën marrëdhënien e vet që unë se di si e ka lënë. Ditës të djeshme nuk e di, unë se kapa këtë. Do ta kem mbyll në shtëpi. Nuk e kapa këtë. Ti Arbër për shembull, nëse do hyje, ose ti Bruno. Për shembull, do ju vinte ishi për një ballafaqim. E me ça bere ti si ke qenë edhe. Ashtu do thiste ajo pse nga e thosha unë. Nga Vlora e ke. Domethënë ishte një situatë sigurisht e papritur, por besoj që unë mendoj që ai sikleti pak vinte edhe nga fakti që kishin shumë vite pa u parë, pa folur, se tha dhe Egli këtë gjën. Apo mendoni se ishte situata e tensionuar? Unë them që situatë e tensionuar sepse Egli po përflitet për marrëdhënien e saj me Gjessin. E kupton, dhe nëse unë do isha eksi dhe do shikoja, domethënë ishin tim në Big Brother që bën këto lloj skenash, nuk do kisha guximin që të shkoj dhe ta përgëzoja, sidomos pas 5 vitesh, por mund të them që unë e përgëzoj për forcën që shkon edhe për ballet, po mendoj se që thjesht që të mbyllte, mos ta përshëndeste më dhe Egli, sepse vjet në siklet njeriu, e kupton, një ish që ende ka folur me shumë respekt në fakt Egli për Olsin, domethënë nuk duhet ta mohojmë këtë. Edhe me respekt mendoj se partneren respektive të tij e shqetëson, nuk është nevoja të flasësh ti përsëri pas kaq kohësh, mendoj unë, qofsha gabim, të flasësh qof me respekt për një marrëdhënie që ka kaluar. Ti duhet të bazohesh tek ajo që ke tashmë.
edhe kaq. Mua më duk thjesht që Olsi vajti që të mbyllte punën, e kupton që respekte, vazhdo marrëdhënien tënde, unë vazhdoj marrëdhënien time dhe stop me kaq. Sipas teje ishte një plus apo minus për Eglin si lojtare? Për Eglin që mendoj shumë një minus i madh. Një minus i madh pasi u pa dhe reagimi i gjestit, që ishte i pakënaqur me këtë lloj takimi, sado që nuk kishte as që thjesht një takim si thua miqësor, më duk më hëtë të përqafoj tani, hëtë të përqafoj pastaj, më duk diçka që se di çka kanë folur nga mbrapa, se jon që i shef kështu në ka regjistrin, kam pasur një sqarim për pash vetëm një moment që po i thoshte gjesti që te linja e jetës të erdhi ishi dashuri dhe Egli i tha po, sepse isha përmendur tek linja ime jetës, sepse kam pjesë tjetës, kam ditur. Normal. A shfaqen ishte xhelozie domethënë gjesti apo ishte po bënte pak po, si xheloz. Po veshjet si ke parë, domethënë se ne kemi Nikon që na ka dërguar videon, se nuk e kemi sot Nikon, është në Selanik edhe nuk mund të rrinte pa bërë atë treshën e tij të preferuar. Si ke parë gocat, si kanë qenë? Gocat shumë të kuruara, Danja normalisht duke marrë parasysh dhe fizikun e saj, edhe domethënë veshjet i shkojnë, se është edhe profesioni modeles që e ka, plus tiparet që i ka. Edhe Niko ka një 4 javë që nxjerr Danjën të parë. Ja ta shohim kë kanë nxjerrë dhe sot. Sot çka kanë nxjerrë. Hello njerëz, ju salutoj, ju përshëndes nga Selaniku. Më mungoni shumë sot, kam ardhur këtej sepse kam disa projekte, por jam pjesë e Pardon My Friends dhe jam i lumtur për këtë faktor dhe këtë gjë. Atëherë, sot do diskutojmë 3 të veshurat më mirë. Le ta nisim me atë që si gjithmonë mua më pëlqen dhe më ka vjedhur zemrën në këto sa i bie 30 prajme, që është Danja me vend të parë. Bruno. Si gjithmonë elegante. Niko është stilist, po dhe unë kam shihet te kjo pjesë, kështu që Danja fiksi një finaliste, që thënë vërtetën, do të thënë nëse do ishte finale, do ta prisja si ishte dje. Classy edhe super boss lady. Dhe në vend të tretë, nuk mund të mohoj që këtë javë ka qenë Egli Tako. Përveç surprizës madhe që kishte dhe një veshje që pak dhe rrallë herë kemi parë Eglin të jetë kaq classy. Tani, s'do të thotë që të tjerë që nuk i përmenda janë të veshur më keq, por që duhet pak më shumë punë. Duhet më shumë punë për të tjerët. Pra në vend të parë ishte Danja, në vend të dytë Rozana, boss lady tha. Vetëm vatet sa i peshojnë çdo prime, do evidentohet. Aman, do të thënë ka një gjë që unë vdes, janë Mehmet me votat e Rozanës. I kishin vënë godinën e Top Channel një ditë. Te finalistët. Dhe në vend të tretë ishte Egli, kështu që treshja Nikos për këtë javë ishin të treja vajzat. Tek vatet më me ku Andi Vrapit, cilin e përshëndesim prapë që tha tani ka mbetur për të varur vetëm Sahatin e Tiranës. Do është një detaj që e ka identifikuar në këtë big, po ashtu edhe Kapuçi e bëri më të lehtë që Albana në portokalli ta imitonte më thjesht. Domethënë kur del Albana e kuptojnë të gjithë që është Rozana se ka dy topat me Kapuç. Një tjetër situatë po që ishte edhe pjesa e diskutimit edhe darka më pas, Bruno, pra u vëre largimi i Eglit dhe Gjestit nga pjesa tjetër e grupit, të cilët filluan po diskutonin. Po ashtu kishte një tjetër debat mes Rozanës dhe Gertës, pastaj Lorit dhe Gertës, domethënë kanë filluar tani gjakrat po ndizen, domethënë, edhe pse mendoja që finalistët mundet të ishin pak më të qetë duke lënë pjesën tjetër të therrën me njëri tjetrin. Unë mendoj që diskutimet e tyre lidhen me pritshmëritë që kanë te vetja. Domethënë Gerta në këtë rast ka pas shumë pritshmëri që na fillimi që jo thjesht të dilte finaliste parë, po madje edhe ta fitonte kaq thjesht Big Brotherin, thjesht duke e thënë. Dhe nga ana tjetër është e pritshme që Gjesti me Eglin pas çdo deklarate të fuqishme dhe sado që unë e shoh pa arsye që kanë bërë gjatë kohës që ka qenë Egli me Laertin për të dalë kush finalisti parë. Mendoj që normalisht nuk do i bashkoheshin, pasi Gjesti i tha që unë nga kjo shtëpi do dalë në qoftë se më vendosin kundra Jozit edhe Loredanës edhe Danjës në këtë rast. Edhe Egli ka thënë që në qoftë se nuk zgjidhem të martën, unë do dalë nga kjo shtëpi sepse nuk e vlen më kjo lloj. Dhe normalisht në bazë të deklaratave që ata kanë thënë do mbanin atë lloj qëndrimi që ishin çik të dyzuar ç'a do bëjmë. Pasi pritshmëritë e lojës së tyre
që kanë bërë me njëri tjetrin atë Big Brother i kanë pasur që të ishin krah për krah finalistët e parë. Gjesi me Eglin, por tjetër gjë si i shikoj unë i shikoj domethënë është pak mungesë respekti për publikun, thuash që nëse unë nuk dal të martën finaliste do dal fare nga loja ose kështu ose ashtu. Është mendoj ofendim për produksionin që të ka futur aty brenda dhe të ka krijuar këtë lloj personazhi që tashmë je, sepse në qoftë se ti nuk të zgjedh publiku dhe ti del nga ajo lojë, ti nuk respekton produksionin në këtë rast që ka marrë vendimin që ti të çojë më përpara në këtë lojë, sepse vërtet po të çon. Përsëri po të jep mundësinë që ti të kesh edhe një shans që mund të shkosh drejt finales. Sidomos edhe pasi ta ka ridhën mundësinë dhe rifutur mbas i ke dalë. Kjo është më e keqja, domethënë që ti kërkove një mundësi nga produksioni që t'u dha përsëri që nuk i jepet kujt do. Dhe ti si të thuash thjesht i bie me shkelm duke thënë që unë tani do të dal sepse do dal Laerti për shkakun finalist. Mua më duket komplet pas sens edhe një mungesë respekti. Dhe mua më duket fiksi moment për publicitet. Pardon my friends, vazhdon, kemi edhe pak minuta sa i përket kësaj pjese të parë. Bëm një parashikim me Brunon se cilët mund të jenë sipas ti dy finalistët e tjerë, duke bashkuar Rozanës dhe Laertit, por çfarë mendon se mund të ndodh këtë ditë Bruna? Bëj një parashikim, ka filluar që sot në fakt të ndizen gjakrat edhe çfarë armësh do mund të përdorin banorët e tjerë për t'i dhënë një shans vetes të shtunën. Un pash që në darkë në mbrëmje kishin hyrë te sauna, më duket Egli me Gjesin dhe kishin mbuluar kamerat me avullin e saunës, edhe domethënë përdorën një strategji që përsëri i mbanin publikun si thua se çfarë po bëjnë te sauna, po mua më duken të gjitha këto si përçarje për të rënë më poshtë në lojën që duhet të ketë Big Brotheri. Përsëri ndahen nga pjesa e banorëve të tjerë, dinamikat e tyre janë thjesht që mundohen të mbrojnë njëri tjetrin tashmë. Laertin po e shikoj të qetë. Nuk po e shikoj që po përfshihet. Rozana në fillim ishte pak si e qetë. Po, ishte ato ditët që ishte me Gertën, fakt, për të shpallur finalistin. Po pra, ishte pak e qetë dhe tani duket sikur kanë ndezur përsëri motorat për të vënë me shpallur mbas murit këtë lloj marrëdhënie e cila ka nxjerr kaq shumë dinamika nga i Big Brother dhe Rozana do thjesht që ti çmontoj në këtë rast edhe ti tregoj vendin se Loredana me Jozin? Po, me që jemi se këta se Loredana së fundmi ka fituar edhe shumë terren sa i përket memeve, simpatisë vet, domethënë nisi si një personazh shumë edhe Jozi, ua. Edhe Jozi ishte në dje. Jozi mbetet mbreti i memeve. Ai momenti i sikletshëm, domethënë kur Egli u kthye në shtëpi dhe këndoj. Ja po do ditë. Ajo që komplet shejtani Jozit në aksion siç e thonë. Nuk e di domethënë çfarë është ai njeri. Pra direkt mu shfaq pse po më qorton. Zotria juaj. I ka lënë ca. Që do t'i mbajmë. Është i lezetshëm se duket sikur nuk e bën Kastili, domethënë duket sikur i dalin kështu. I dalin spontane, vërtet. I dalin spontane, aty ka gjithë simpati. Është goxha ngacmues, ëh, sepse dje gjatë darkës bashkë me Loredanën i thoshin Gjestit që si vjen turp, ju mundi Laerti se jeni edhe dy. Shikoj, sado që mund të duket si me shaka, është e vërtet sepse Gjesti ka lobuar edhe gjatë kohës që Rozana kundra Gertës për finaliste, ka lobuar fort aman votoni Gertën. Po dhe Rozana sot i tha çdo gocë që lobon Gjesti nuk fiton. Po pra, e vërtet. Kështu që Gjesti të loboj sa më shumë edhe për veten në këtë rast, ndoshta nuk fitonte në fund. Çështja është që unë i kam parë situatë me syrin kritik gjithmonë Jozin edhe Loredanën, po janë shumë shpirti çiltër, janë si të gjej tenxheria ka pakun situatë, si për memet, si për batutat, edhe më pëlqen shumë ajo, domethënë janë çift bio. Duket se kanë një kimi. Kanë kimi dhe për mendimin tim sepse si thua që nga fillimi ata po përpiqen edhe të krijojnë ato dilemat, ato debatet me njëri tjetrin sa për të fituar çik terren, sepse nuk mund të shkojë vaj çdo gjë në shtëpinë e Big Brother. Do bëj si muaj mjalti. Si ta Loredana, Jozi ka fix 3 fanse jashtë, 4 bashkë me hallëve. Bashkë me hall. Është. Kështu që po të dy kanë patur momente interesante, edhe me sa po shija sot patën sërish debate në lidhje me këtë. Oti Josmarku, oti Loredana Brati, pse nuk kupton moj, pse i ke sytë e mbyllur moj, pse e përqafon ti këtë moj. Por janë dy njerëz që bëjnë më shumë për të qeshur, le të themi, në atë shtëpi, paktën për këndvështrimin. Domethënë edhe kur bëjnë debate kanë ato momentet e tyre
harojnë që duhet të zihen gjithmonë dhe pajtojmë traplet. Domethënë pasi u zon sot se po i shija në drek, u fut gjesti po i ngacmonte. Edhe u ngrit kjo po e mbronte, i tha gjesti po pse e mbron? Se e dua më, ndërkohë 2 minuta më përpara ishin bërë pilaf të dy duke u zënë me fjale dhe me tone goxha të larta. Danja, si të zhdukur Bruno? The që mund të jetë një ndër finalistet, por çfarë mund ta penalizoj? Mund ta penalizoj fakti që dinamikat e saj ka të rrethuara dhe të përqendruara vetëm tek pëlqimi i çunave për të, edhe tek ato syt që i pirseron domethënë. Kam përshtypjen që edhe tek marrëdhëniet njerëzore, për shembull rasti me Eglin, me Aldon që ishin shok, pastaj u shkëputën. Mua nuk më pëlqeu them drejtën te pjesa që po bënte babysitterën e Eglit për marrëdhënien me Gjestin, që e mbante afër edhe normalisht ju bë si bumerang, ju kthye komplet pasi Egli si thua që prishi disi miqësinë me të, për shkak se normalisht është dashuruar me Gjestin sipas saj. Por Danjas, nëse do luante më shumë në sulm dhe jo vetëm në mbrojtje të dinamikave, sa mund të jetë një ditë mbrohet shumë mirë, ka argumente, është gocë e qetë, siç është dhe Laerti ndonjë kohë ka luajtur më shumë në mbrojtje, domethënë mund të jetë sulur gjithë shtëpia dhe këtë po e theksoj pasi u tha që nuk ka pasur dinamika Laerti, domethënë të kthehen gjithë gocat e shtëpisë, të akuzojnë si manjak, si dikush që shikon femrat në një mënyrë si mazokiste, kupton që i pëlqen edhe dhimbja, mua më duket arritje. Po përsëri në defensive, është në mbrojtje. Kurse në sulm, si Danja, si Laerti nuk kanë luajtur, nuk kanë krijuar ato dinamikat që të vënë në provë edhe lojtarët e tjerë, po ta ndezin ata zjarrin. Pra përfundimisht 4 finalistët sipas teje janë Gerta, Rozana Laerti dhe Gjesti. Mendoj Gjesti do ishte pak si disfat si thua që të largohej edhe nga Big Brother i parë dhe kthehej në gjysmën finale. Kishte një deklaratë të Bleros sot në mos gaboj që nëse nuk del Gjesti në finale, keni për të dëgjuar gjëra nga unë që do të çuditeni. Nga Blero, po mos e fusni pranë finalet, të dëgjojmë. Të dëgjojmë të gjëra. Se jemi gjithë sy e vesh, domethënë. Po bëjmë shaka. Ne urojmë që të shtunën publiku është ai që do të vendosë dhe do zgjedh më të mirët, dhe ata që gjatë gjithë këtij rrugtimi kanë dhënë shpirtin për atë lojë, kanë luftuar edhe pse jo, kanë treguar anën e tyre më të mirë, por edhe atë pak më grindavece, sepse i duam ne të dyja këto medalje në një show të tillë. Ky e fundit Big Brother më grindavec. Nuk mendoj se po e vërtet. Ky ka qenë domethënë tjetër nivel, si nana e. Ama kështu tha dhe vjet tani aman. Nuk e besoj. Un kam thënë një deklaratë që ai që u fitoi Big Brother 4 do jetë personi që u thye imobiljet që la Egla vitin e kaluar. Edhe me këtë deklaratë bie pak ndesh se i bie ta fitoj Gjesti me këtë rast. Edhe unë nuk e mbështet se gjë, por mund të them që ka qenë shumë me dinamika edhe me surpriza, se që herë parë që një eliminuar nga Big Brother Kosova ju bashkua shtëpisë son, kështu që po ka qenë diçka e fortë. Edhe historitë që janë treguar sa i përket linjës së jetës kanë qenë goxha të forta dhe me peshë shumë të madhe. Mirë, jemi në fund. Bruno, faleminderit që ishe me ne sot. Ne dëgjohemi pas edicionit informativ në pjesën e dytë të Pardon My Friends. Bruno, nëse na dëgjon, ke harruar celularin në studio. Kishte marrë dhe gjop poshtë në celular. I kushtoi shumë sot në emision. Duhet të rikthehesh edhe një herë. Foni Ilia, mirë se vjen në Top Albania Radio. Mirë se u gjeta. Është shumë kënaqësi që të kemi këtu. Edhe për mua. Dhe sidomos për sa i përket një fushë e cila nuk është, le të themi, e vërteta e gjithë secilit prej nesh, sepse jo të gjithë ne kuptojmë gjuhën e trupit. Ne kuptojmë të gjithë, por nuk japim shumë rëndësi. Ose nuk e deshifrojmë të gjithë. Nuk e deshifrojmë, po. Të gjithë kemi aftësi që të vegjël edhe të rritur, ju femrat e keni më të evoluar si gjë ne. Po, ju keni 14 deri në 17 vatra në trurin tuaj për të ekzaminuar dhe për të analizuar gjuhën e trupit. Mos qesh, 4 deri në 7 kemi ne, mos qesh të përkulemi. Ne kemi më shumë. Po, jeni shumë të afta. Pra, nëse prandaj mezi mashtrojmë ne se na e kapin mashtrimi kështu na. Është vërtet kjo foni? Po. Nuk gënjejnë shumë çuna. Jo, nuk mundemi dot ne me shkujt të gënjejmë përpara femrave. Ato janë eksperte. Kështu që më mirë të sinqert. Pra ne kur bëjmë sikur na besoni. Sikur besojmë. Po. Thjesht u vin gjyna për ne. Na mëshironi. Ju kuptoni që atje te që ne po gënjejmë.
Interesant. S'është interesante, po është e vërtet. Ditën e djeshme Foni ti besoj që të ka hasur, ke dëgjuar, të kanë pyetur për situata nga më të ndryshme, dhe duke qenë se Big Brother është drejt fundit, si rrallë herë u bë një takim, një përballje midis dy ish të dashurve, Egli Takos dhe Olsi Bylykut. Egli në fakt i kishte përmendur tek linja e saj e jetës, sepse një pjesë të mirë të viteve dhe pjesën që ajo e tregon jo vetëm me nostalgji, po dhe me respekt për ish të dashurin e saj, e kishte përfshirë tek kjo linjë e jetës, dhe sigurisht që Olsi erdhi t'i bënte një surprizë duke falendëruar edhe për mirënjohjen. Megjithatë në rrjet kanë qarkulluar komente nga më të ndryshmet, Foni. Një pjesë thonë që ishte takim pak i sikletshëm, të tjerë thonë bravo Olsi, sepse ishte një shembull që ishte dashur duhet të ruajnë për njëri tjetrin. Në gjuhën e trupit e për ne që s'marrin vesh, po që pam thjesht reagime, dukesh se sikur kishte një lloj sikleti nga të dyja palët. Bravo. Ashtu si e përshkruat ju? Që në fillim, domethënë, aty kishte një surprizë sepse ajo nuk e prisja që të takoheshin të dy aty. Ja, për qafimi Foni i pari, e kemi në sfond. Për qafimi i parë të nisim nga një moment i parë para përqafimit, në fakt, sa aty ishin dhe komente më të mëdha, ishte një lloj stepje kur këtu kemi. Stop. Këtu tek kapja e duarve nga pas. Pas dhe ajo përpara. Të dyja në pozicion, ai është në pozicion pak më luftarak, ndërsa ajo në pozicion mbrojtje, sepse nuk e di se ky ka ardhur i përgatitur dhe ajo nuk di çfarë do t'i thotë ai. Domethënë është një gjë e sikletshme. Po ndërsa Olsi ka ardhur me një monolog të përgatitur mirë dhe për t'ia thënë asaj ato ndjenja që kishte për të, nëse i ka të vërteta apo jo. Shikom që nga fundi i rrëshket ajo, i mbaron monologu dhe fillon të thotë dhe gjëra që nuk janë dhe aq të vërteta, nëse do ta shkodojmë në gjuhën e trupit, sepse fillon të bëj të gjej fjalën nëse kemi pauza të tilla, nuk kemi sinqeritet. Pra, monologu i tij ishte i famshëm dhe i bukur ato që i tha ato në fillim fare, por nga fundi pastaj u lodh si material ajo që kishte përgatitur, po kërkonin fjalë të dy, po të shikojmë dhe vajzën gjatë gjithë kohës ishte në pozicion me duart e mbledhura përpara gjoksit. Përpara gjoksit jo, ajo është një pozicion mbrojtje, është pozicion mbrojtje dhe është shumë e lexueshme nga të gjithë. Mbrojtje apo mosbesimi nga ti? Mbrojtje, është mbrojtje, sepse kjo i jep një gjë shumë të bukur asaj. Është në mbrojtje se tham që nuk e priste që ti vinte dhe çfarë do t'i thoshte, por ka një gjë që shembulli i saj, të flasim nga ana e psikologjisë, takimi ishte shumë i bukur. Domethënë, mesazhi që erdhi ishte shumë i bukur sesa sikleti i këtyre. Dhe njerëzit u përqendruan te mesazhi që po dërgoi sesa të shkodonin gjuhën e trupit apo kishte sinqeritet apo nuk kishte sinqeritet. Kjo nuk luan ndonjë rol. Përpara atij spektaklit, ky ishte mesazhi dhe erdhi ai. Pavarësisht se kishte një farë mundohet ky djali të flas me duart, i heq duart nga prapa, fillon me argumentat sepse duart të ndihmojnë për të gestikulacionin që bën me duar. Por ajo përsëri qëndron me minuta të tëra, qëndron me duart e lidhura. Është e pabesueshme ajo që po i ndodh asaj, është në pozicion mbrojtje. Megjithatë, e ka përcjell. E ka përcjell. Që ta rikapitulojmë edhe një herë, nga gestikulacionet, nga gjuha e trupit, mendon se nuk ishte dha që sinqert ato që tha. Jo, nuk thashë pas sinqert, ishte në pozicion mbrojtjeje. Jo, Egli. Olsi ishte pak, kishte siklet, kishte ankth në atë që bëri. Pavarësisht se është një aktor i mirë. Që janë shenja që Jo, ishte ankth i takimit sepse mund të kishte reagim të nuk mund të pavarësisht se ata njiheshin prej 5 vitesh nga ç'thoshin, aty mund të ketë reagime të papara sepse ndodhen një luftë psikologjike përpara kamerave, përpara publikut, përpara çdo gjë madhe, çdo gjë. Ne që jemi jashtë jemi të ftohtë, i shikojmë gjërat me shumë ftohtësi, me shumë me lup çdo gjë që bëjnë, ndërsa ata të shkret e dinë se ç'ka qenë aty brenda. Është një luftë shumë e madhe psikologjike. Ti ke qenë vetë brenda, e di se ç'është. Ti je brenda. Leonida, kështu që jemi të dy. Unë isha aq dyst që të them të drejtën. Po mirë. Ai shumë e kam shijuar dhe jam kënaqur. Po pra, po ka njerëz që nuk e përcjellin dot ashtu si. Po. Është dhe sikleti i kamerave në fakt. Sikleti tani që ajo që po të gjithë po na shikojnë, mira njerëz janë drejtuar tek nuk është e regjistruar, është live. Gabimet janë më të mëdha kur bën live dhe nuk mund të gënjejnë dot. Në pra, gjua e trupit nuk gënjen. Nuk gënjen sepse është nën vetdia jona ajo që 95% të gjitha atyre që bëjmë e bëjmë me nën vetdije.
prandaj nuk gjen në vetdia jon. Atëherë kemi pak publicitet dhe do të vijojmë sërish këtë bisedë. Sa i përket takimit që pati Egli dhe Olsi, por ndërkohë kishim dhe një tjetër rast dhe eveniment shumë të rëndësishëm foni mbrëmjen e djeshme. Ishte Laerti i cili u shpall finalisti i dytë, Lart Vasili, dhe ndërkohë kemi në linjë telefonike Ilnisa Agollin, se do të pyes pak dhe për Ilnisën, sepse dhe Ilnisa mirë se vjen. Po thoja, jo mendua se më harrua. Jo, mirë të rrita me fonin. Jo, si mund të të harrojmë në ty, dhe unë në moment do pyesja pak fonin, se dua të di edhe prej ti gjuhën e trupit që ke ti gjatë podcastit tënd, domethënë fal. Të lutem, foni fol ti pari. Ç'të të them më parë, më ç'të të më llojis më moti. Ç'të të më llojis. Të lutem foni. Është një aspekt shumë i komentuar i publikut, gestikulacioni i Ilnisës. Çfarë thotë gjuha e trupit të Ilnisës? Ilnisa është lojtare, është dhe aktore dhe lojtare, është di të luajë me kamerën. Futbolliste nuk është. Nuk e thash pas sporti. Të lutem pse të dojë. Më pëlqen topi, më pëlqen. E di, kam dëgjuar për ty. Dëgjoj. Shaiste. Është shaiste, po prandaj ajo e një kamerën, di të luaj me kamerën, e një se si të afrohet, se si ta hedhë atë batutën, nuk është kështu e gjetëm në rrugë dhe e morëm aty, po e morëm për vlerat e saj. Dhe unë kam thënë dhe fjallën time, Ilnisa nuk ta kam thënë. Volesi nga Vatikani o foni. Kam thënë dhe unë fjallët e mira për ty që ti jesh aty. Kam dëryrë me ato miqësitë e mia, kam lobuar i themin. Dhe ti e meriton, do me thënë, e meriton edhe fal meje, po edhe fal teje. Jo, po që ta dish. Jo që ta dish, mos jam gjë. Jo që ta dish, domethënë. Thjesht më ka pyet njëri, po hajde më. Domethënë Ilnisa ka konfidencë në gjuhën e saj të trupit. Po, është e zgjuar, e rafinuar se si e bën atë. Sepse nuk gjuhë e trupi nuk janë vetëm gestikulacionet. Të ndajmë gjërat, nuk janë vetëm gestikulacionet, hyn dhe zëri. Zëri është një nga faktorët kryesor, pastaj hyn dhe veshjet e trupit e gjithë. Ilnisa, kështu që e kuptove Ilnisa. Unë do të them diçka, Ilnisa do më lajosh, ha? Ama se kam një tavolinë angleze këtu dhe jam gjithë me fanella këta anglezët. Tani nuk e di po skuqem nga reflektimi i fanellave apo më dëgjoj, lere fanellat, po dëgjoj fanellën e mishit që do të dëgjoj këtu. Ka diçka me spec tani, kështu që kujdes. Fani jam mos e bëj. Do ta them. Të e kam brenda zanatit, nuk të thash. Je shumë sensuale në të folur. E ke këtë çfarë të më tash? Si për këtë deklarata në për korridoret e topit. Sepse duhet ta pyesja unë. Nuk bën korridoreve, ato duhet të jenë publike, duhet të jenë publike Ilnisa. Të kenë peshë. Çe për korridor squhen. Në korridore do thoshin ja bëri muhabet korridore shkë. Ilnisa është sot me ne, duke qenë se një ndër personazhet që tashmë është dhe finalist në Big Brother Albania VIP 4, Lart Vasili, si një mik i yt i Ilnisa, u shpall finalist dhe ti këtë në fakt e ke parashikuar prej disa javësh më parë, e ftuar në Wake Up. Po, madje më shumë se sa kaq, qysh në kohën kur u mundova që ta bindja Laertin që të fillonte një udhë të re në jetën e tij. Edhe po mendoj që në fakt çdo fabulë ka një moral dhe në qoftë se duam të dim fabulën, duhet të mbajmë mend moralin. Dhe meqense Laerti u shpall finalisti i dytë, morali në gjithë të show është finalja. Por për hir të showt, mendoj që çdo ditë më shumë jam duke menduar në fakt që deri apo vesh lëkurën e ujkut dhe anasjelltas. Çfarë do të thotë kjo që mos ta hapim tani krahun dhe fond në mendime të thella, duke ditur se si vend ne po komercializohemi çdo ditë. Duam apo nuk duam. Masa e përkthen shon sipas xhonglerit të radhës. Dhe kjo nuk ndodh në këtë fabul që Laerti dje vërtetoi që e meriton të ishte finalisti i dytë. Nuk ka rëndësi finalisti i parë apo i dytë, rëndësisht është të jesh finalist. Që është finalist, po. Sepse mendoj që në këtë fabul duhet të ndodhi diçka. Dhe kjo gjë që ndodhi, që e bëri edhe këtë djalin finalist, ishte morali që ai përcolli, duam apo nuk duam ne. Dhe mesazhi që brenda morali ka. E shikon edhe si fitues Laertin, përveç se e dëshiron patjetër se është miku yt, po ai shikon edhe si fitues, po ta shikoje pak ftohtë si lojtar. E kuptova pyetjen të ndarpër. Po nuk mund të flas përpara kohë apo të hipotetizoj gjithë të ndjenjën që kam për ta dashur si fitues. Mendoj që
ai e meriton të jetë një fitues, për shkak të durimit që ka pasur në gjithë këtë ditë, për shkak të mënyrës se si ka shprehur gjithçka në formën e tij. Nuk kemi para asnjë lojtar tjetër aty brenda. Elnisa, ke folur midis e Zopit dhe La Fontenit. Unë jam pjesë e klasikëve. Si jemi sot fone. Po që gjithsesi jam për Laertin, edhe dia që ky djalë do ta shfaqte më të mirën e tij, e kupton? E ka shfaqur sipas teje? Domethënë për mendimin tim po me shumë dinjitet. Në momente të caktuara. Me shumë dinjitet. Si ishe marrëdhëniet e tij brenda shtëpisë me njerëz të tjerë aty? Por më pëlqeu shumë dje ky ballafaqimi dy anësh midis tij dhe Xhestit, të them të drejtën. Megjithëse situata ishte pak kaotike jashtë me përkthime të çuditshme ka shifes, që mos i rikthehemi se i bie që ti Unita tani ta vazhdosh edhe 2 orë tjera emision. Edhe aty duhet isha edhe unë fakt. Jo, jam unë sot. Ata djem kam pëlqyer vërtet shumë të dy. Secili në mënyrën e tij, kuptohet. Falja e Laertit ishte, si të thuash, ishte karshi një keq kuptimi më shumë se sa një falje. Ku ai tregonte një përulje, karshi një termi që është shumë i bukur, që quhet Allahu Ekber, por veprimi i shëmtuar i Xhestit e detyroi që në një formë apo në një tjetër të keq kuptojë gjithë situata derisa ndodhi ajo që ndodhi dhe derisa u dha një shpjegim i mundshëm dje me sa pam gjithë. Elnisa, një ndër gjërat që është përfolur më së shumti Laerti brenda shtëpisë së Big Brotherit është edhe donjuanizmi i tij, le të themi, kundrejt se pashës atje, se Laerti është shumë donjuan edhe nuk e vura re shumë atje këtë anë. Domethënë është shumë jashtë se sa ç'është përfolur brenda apo jo? Është sapjo, kam iden më shumë se sa. është sapjo sexual, kam iden më shumë. A mendon se se mënyra e komunikimit të Elnisës që the është sensuale, e ka dhe Laerti, prandaj janë shok me njëri tjetrin apo? Po jo më jo. Ska lidhje. Të mbroj unë mos kemi rati. Të mbroj unë mos kemi rati. Unë folëm për podcastin e saj, nuk folëm për gjërat e tjera. Mos harim në gjërat e tjera. Kur fillon me qëra fjala? O zoti madh, akoma nuk kemi një datë, por shpresoj që në përdiell patjetër do të. Unë nuk do vi, mos më kërko. Po ta themi që tani që mos bëhet. Ai Lisa. Ty të kërkoj në mënyrat e tjera, ti e di. Elnisa, si një ish, le të themi, Big Brotheriste dhe një nga emrat më të përfolur të edicionit kaluar. Si e sheh këtë përballje të së shtunës? Domethënë në krah të Rozanës dhe Laertit si dy finalistët e parë, kë parashikon që mund t'i ndjek ata? Të them të drejtën, do isha shumë kurioze të shija Gertën me Eglitakon. Shumë do isha. Edhe do dëshiroja shumë që përballja ishte ka Gertën se sa ka Eglit, por do doja shumë ta shija këtë dy shegocash. Okej. Domethënë ti parashikon, do doje ti në fakt, por unë do doja. Ndodh, nuk e di, por do doja, meqense dje prisnim të gjithë sipas deklaratës së fundit që Egli të linte shtëpinë dhe nuk e bëri, se kështu sikur u tha. Kjo do të thotë që është e gatshme për një përballje tjetër. Në mos titanësh veganësh, e kupton? Po. Dhe pastaj do kemi një finale Laert Kaposhi dhe 3 zonja. Dhe 3 gocat që do të jenë në këtë finale. Interesante si ide, Elnisa, ose ky parashikimi i yti. Shpresojmë. Unë mbahem si orakull ndonjëherë, por çfarë të nuk dalë. Të shohim. Domethënë nëse të del fjala të shtunën, do doja shumë. Domethënë nëse do të kishe spektakël, do të ishte perlë. Elnisa, nëse do kishe zgjedhur, do të ishte 2 herë mundur nga ana e dinjitetit, megjithëse unë Gertën e kam shoqe dhe e dua shumë, do të ishte 2 herë gjysmë e fyer dhe e fyer nga brenda, nëse do të fitonte Egli përballë saj. Prandaj duhesh e kjo dyshja. Elnisa, nëse do kishe zgjedhur midis Big Brotherit që bëre
vjet dhe këtij Big Brotheri. Do të isha vetëm me këtë të fundit, Arber. Do zgjidhe këtë të fundit. Këtë të fundit. Patyshim, pa. Okej. Do doja shumë ta pija kafen me Rozanën në mëngjes, nuk e di. Me kë? Pritëm hiku zëri. Me Rozanën. Me Rozanën tënde, Jonida. Po pse ngacmoni moj? Shikon se jam vetëm unë që ngacmoj. Ma hoqi zërin DJ në momentin që ti po flisje se më thot publicitete, Po domethënë. nuk bëri keq ai që E bëri kastile. Po unë e di domethënë dhe e kuptoj shumë mirë kafen që do pijeti me Rozanën, kështu që në rregull je edhe me këtë. Domethënë do ishin debate shumë të lezetshme. Po do ishin të lezetshme, kam idenë. Po do ishin debate të lezetshme, po ti prap në fund do ishe ndyshe me Laertin, besoj. Po, në dhomën e bardhë të tre, unë Rozana dhe Ilisa, shumë faleminderit për këtë ndërhyrje. Je shumë e mirë, të presim në studio para se ti të bëhesh gati për podcastin tënd, që të diskutojmë gjërat që do të presim në sezonin e tij të ri. Ne përshëndet ata anglezët që ke afër aty. Të përqafojmë fort. Të përqafojmë fort. Unë se besoj që ka angles, po hajde. Ka. Jemi te lokali Jonidës ndërkohë. Duhet ke, të sigurt. Gjithë të mirat Ilnisa, kalofsh sa më bukur, edhe me ty. Ciao. Foni, shkëputemi pak si thua, t'japim çik publicitet. Patjetër. Duhet. Ja ku jemi sërish me Foni Lia, ne kam shumë qejf këtë pjesën, domethënë komunikimi me anë të gjuhës së trupit, domethënë edhe tani që po i bën duart ashtu, çfarë tregoj unë me këtë? Ja, që jam vërtet e kënaqur për këtë temë, e kuptova këtë apo deri diku? Do të dukesh që po e shijoj këtë gjë. Do të dukesh. Do të dukesh të kuptojmë. Që ta sqarojmë domethënë si muhabet. Foni ne folëm për këtë lidhje, ti e shpjegove shumë mirë, kishte momente të tensionuara në takimin midis dy ish të dashurve, Olsit edhe Eglit. Normal. Domethënë dhe ishte një komunikim jo vetëm nëpërmjet tonalitetit zërit dhe jo gjuhës së trupit, jo verbal, por tregonte shumë më tepër në sajt të sjelljeve. Kur i lexoj ashtu siç i lexoj unë, e shikoj ankthin, ngurimin, pasaktësinë në të folur, se si e ndërton fjalin, sepse vinë të gjitha ato, analizohen të gjitha. Kur kem një rrjedhshmëri pastaj është tjetër gjë, por kishte ngjecje. Po nga ana njerëzore, si është këtë pjesën që dy ish të dashur flasin me këtë lloj respekti për njëri tjetrin dhe duan ta tregojnë mirë njërin. Është shumë e bukur. Nuk e dim se sa të sinqert ishin njëri me tjetrin, por është e bukur domethënë mesazhi që vjen që dy ish të dashur të mbajnë përsëri marrëdhënie ose të flasin ose të përshëndesin njëri tjetrin. Po kjo varet tek ne është çike vështirë sepse varet nga ata të tjerët që ti do të kesh tashmë këtej në jetë. Unë bëj video psikologjike dhe kanë arritur, më fal, nuk është se s'po e them përmburje, janë 500 i mbusha sot në YouTube. Bravo, 500.000 views. Jo, 500 video të hedhura. Okej, që shpjegojnë situata të ndryshme. Dhe ndërto ka në një moment mendova se 500 çifte që i ke ribashkuar. Jo, dëgjoj, tek ne vinë edhe çifte që duan të ndahen dhe çifte që duhet të bashkohen. Ka çifte për shembull që janë në krizë dhe ne i rekomandojmë ose unë i rekomandoj, kam rekomanduar që të ndahen për një farë kohe. Të shohin nëse jetojnë dot dhe janë më mirë pa njëri tjetrin. Ka dhënë rezultat, po. I kam ndarë për një vit ndaunin, mbyllni celular, mbyllni takimet, mos bëni asgjë. Okej. Në qoftë se u rimendja më te njëri tjetri, ndjallë rresh, bashkohuni dhe vazhdoni punën. Po, do të thotë që jeni për njëri tjetrin dhe keni ndjenja. Interesante. Janë shumë teknika që përdorim për çiftet, janë interesant njerëz sepse në këtë botën që jetojmë, po su pam një vit, mas një vit. Ja, për shembull Egli dhe Olsi kishin 2 vite pak që nuk shiheshin me njëri tjetrin. Dgjoj, kjo është e provuar tashmë. Jo, lidhen një ur komunikimi, sepse kishin 2 vite e pak që nuk flisnin me dhe nuk takoheshin me njëri tjetrin. Ata mund mos takohen më. Ndoshta e bën për hir të shohut, këtë se e dim. Le ta zgjidhim vet, por gjithsesi erdhi mesazh i bukur që ne flasim, s'flet gjithë fisi, nuk përshëndetemi me atë, gati të therremi, vinë bëjmë presion kushërin, pse më le kushërirëm, pse më le. Kemi lloj-lloj shfaqjes të tilla që janë të bukura, ne dal nga dal po
po civilizohemi çik më shumë se ç'duhet, por po sa i përket personazheve të tjerë të këtij edicioni, domethënë kemi një gjest i cili nga gjestet ka dhe le të themi këtë emrin e artit që ka zgjedhur të përdor në situata të ndryshme, ka reaguar ndryshe, domethënë si e ke parë të gjithë ti këtë? Çfarë do të le të themi nëse në një farë forme mund të themi një përkufizim sa i përket gjuhës së tij të trupit? Më ke kapur atje që s'duhet të më kapi, sepse unë nuk e ndjek rregullisht Big Brother. Po besoj që i një personazhe dhe ke parë 2-3 gjëra. Një tip gastori, është një tip i mirë, është mund të themi në thonjza shumë po e vë ADHD, është një tip që nuk e zë vendi, nuk rri dot në një vend shumë energjik dhe ai duhet të lëviz, të bëj, të thotë mes atyre. Është një tip që i gjallëron atje të gjithë ata brenda, është tipin i tij, është në karakterin e tij. Pastaj se çfarë bën, se si sillet, ato janë gjëra të tjera, por është gjuha e tij e trupit tregon që ai ka një energji dhe të mirë madje. Ka mirë të keq edhe përcakton publiku, por ai lëviz, është njëri që lëviz, ka energji për atë që bën. Po në rastin e Laertit fiks sepse është një personazh. Është diskutuar shumë. Unë e njoh jashtë, domethënë ai sa mund ta njoh edhe si aktor, është i plot, i emancipuar, i lexuar, i artikuluar, nuk ka shumë. Po ka një gestikulacion shumë të theksuar. Po, sidomos në situata të caktuara. Bën teatr, ditë bëj teatr. Bën teatr dhe nganjëherë e tejkalon atë sepse hyn si thua në role, përjeton më shumë se ç'duhet dhe ai ka qenë gjithmonë kështu, na duket sikur po mos bëj këtë nuk është më Laerti. Po mirë, e kemi fiksuar tashmë, është bërë si natyrë e tij. Por ai luan teatr sepse ka një gjë, nuk e di ju e keni luajtur teatr apo jo, unë kam luajtur teatr, e di se ç'është teatri, unë për regji kam mbaruar. Po, e dim. Kam mbaruar për kinematografi, por gjithsesi ka një tjetër gjuhë aktori që luan në teatr dhe tjetër në kinema. Kur flet aktori në teatr duhet të ketë parasysh dhe artikulimi i gojës bëhet më i plot, zanore dalin më të bukura, më të rrumbullakosura, me qëllim që të lexohet dhe në rreshtin e fundit ku është ai spektatori, prandaj thuhen a ape gojën dhe jepi të gjithë ato, sepse mund ta thot batut me ngadalë. Ka nisur një rast edhe pak më dramatik se ç'duhet apo jo. Dramatik apo jo dramatik është tjetër gjë, por qëllimi është që ai ta zmadhoj atë që i thot. Ti japi atë vëllimin e madh të asaj fjali ose domethënë gjuha e trupit të Laertit. Ka mjeshtri aktori dhe ai dita japi, por nga që kamerat janë shumë afër, duket sikur po e egzageron. E egzageron, okay. Sepse ndryshe luhet në kinema, ndryshe luhet në teatr. Por banorët e tjerë, për shembull, është diskutuar shumë sjellja e Rozanës, pak si arrogante, sjellja e Gertës, po ashtu do flas për Rozanën. Okay. Ke dhe çiftin tim të preferuar. Që është Loredana dhe Jozi, që kanë një gjuhë trupi. Nuk e ke parë. Nuk i kam parë. Nuk i njeh këta të dy. Okej. Domethënë të jemi sinqert, të jemi sinqert. Okej. Rozana është aktore. Është aktore. Është këngëtare. Një skenë. Është poete. Ka shumë atribute të saj. Ka intelekt, është e zgjuar, është vajzë e zgjuar. Por mos harrojmë që ajo ndihet dhe diva aty brenda. Ndihet diçka që domethënë e tregon në pozicionin që rin, në mënyrën si i shikon, në vështrimet që u hedh dhe shpesh janë vështrime edhe sfiduese. Prandaj nganjëherë acarohen me atë, nganjëherë i turen, por ajo i zhbën. Është vajzë e zgjuar. Nuk e di fiton apo s'fiton, por është dhe ajo do thosha është një rivale shumë e fortë. Nuk e di kush do fitoj aty, kush do jenë ata. Ke një parashikim ti vetë mendon se dikush me qasjen tënde deri më tani kemi 2 finalistë. Në këta të dy unë do ndahesha 55 me 45 për Rozanën. 55. Për Rozanën dhe Laertin po thua. Po, për këta do të pastaj nëse fusen të tjerë, pastaj do futen se do jenë 4. Pra të shtunë presin dhe nuk e di kush do jenë. Nuk e parashikon dot. Nuk e parashikoj dot. Filxhan shikoj. Nuk di. Le të vihet kush doj, por gjithsesi folën për këta të dy. Okej. Ledioni si të duket? Ledioni King është. Kemi merat Ledionin. Çfarë i bën Ledionin? Jo, flas për gjuhën e trupit. Ka raste për shembull që jo, e rëmben nganjëherë debati, por prap e kthen, e kap, e mban veten, sepse është ka kaq vjet në televizion, në radio, di. Domethënë e kontrollon shumë situatën. Është
është dhelpër. Është dhelpër. E kap situatën. Se dhe Ledioni domethënë është bërë goxha viral nëpërmjet batutave që bën. S'ka gjë, ato janë gjë e bukur, po të rëmben se je live, të rëmben dhe nganjëherë nuk duhet të mbledhin. Nuk e di kush është në regji, kush i flet nga afër, stop. Regjia do ta mbaj në kontroll. Pse ka ndonjëherë domethënë që mbret aty është regjia. Në çdo spektakël është regjia, pavarësisht se këtu nuk japin atë matësi, ai shikon, ai mban ritmin, ai duhet të thotë stop, ktheu, bllokoj mos e thuaj, mbaj. Kush janë këshillat kryesore që do jepni njerëzve të televizionit, ata që dalin, që janë mediatik? Çfarë do të kem parasysh? Të mësojnë gjuhën e trupit dhe të dinë të manipulojnë. Pra rregulla kryesore. Pra, në këtë Big Brother është folur shumë për njerëz për manipulim. Është përdorur aq shumë si fjalë sa nuk di çfarë do të them. Pra, sipas foni Ilias, dëgjojeni që ka gjë e mirë. Po, ne jemi manipulator të gjithë. Edhe ju që jeni këtu dhe unë me juve. Është një gjë, por ne nuk e japim, e studiojmë në shkollë, unë kam lexuar dhe kam studiuar psikologjinë e mashtrimit, e manipulimit. Ju duket për të qeshur, por edhe fëmijët e vegjël janë manipulator. Po, patjetër. Shiç bëjnë të jap një shembull shumë të bukur, një shembull të vogël. Një fëmijë për të arritur atë që do, të kërkon diçka në shtëpi dhe ti nuk ja jep. Mirë thot. Dhe fillon të qaj të bërtas kur ka njerëz të tjerë ose ta bën në supermarket, ta bën në pazar, ta bën diku për të turpëruar për të arritur atë që do. Mund të jetë i vogël 2 vjeç, 3 vjeç, 4 vjeç, ai ditë manipuloj. Dhe manipulimi lind me njeriu praktikisht. Jo, nevoja çon të drejtë sa për të arritur qëllimin. Dhe janë shumë gjëra si të shplajnë. Ka manipulim të bardhë dhe manipulim të zi. Si janë gënjeshtrat? Manipulimi është manipulim. Nuk ka të bardhë të zi, ëh? Jo. Tani gënjeshtrat është tjetër gjë. Por ne jemi manipulatorë. Vlen qëllimi justifikon mjetin në këtë rast? Po. Pra, në një format siç është Big Brother Albania VIP, nëse ti ke natyrë që ja arrin të manipulosh, le të themi, situata, kamera, njerëzit, banorët aty, publikun, nuk mund të jesh çdo ditë në 100% tënd, apo jo? Sigurisht. Je nën presion të jashtëzakonshëm. Do thosha një gjë tjetër. Në studio aty, ato janë bërë shumë të bukura, ngjyrat janë përdorur janë shumë të bukura. Do thosha në një burg në Amerikën Latine, është një burg i posaçëm ku çdo gjë duke filluar nga krevatët, çarçafët, batanijet, muret, çdo send që janë aty brenda, rrobat që veshin të burgosurit janë të gjitha të bardha. Okej. Dhe ka një shpjegim? Është për të manipuluar ata të burgosurit për të arritur qëllimin e dur këta të tjerët, që për të marrë atë deponimin e dur, përgjigjet e dura. Domethënë edhe me ngjyra luajnë, jo më me tinguje, tortura të tjera me errësirën, po edhe me ngjyrën e bardhë. Dhe ngjyra e bardhë e ka patur edhe me ngjyrën gri, që kanë mbajtur. Ka dhe sa me portokallinë, mos gaboj ato filmat amerikanë. Po, ka të ndryshme, ka patur me ose me viza që tham, me ato tipiket, klasiket. Kjo ishte e tjetër, kishin mbajtur të burgosur rreth 20 vjet brenda në burg dhe ja lynin për herë qelin me ngjyrë gri. Nuk e di çfarë tone të gris ishin ato, dhe kur i thanë dilni jashtë, nuk donin të dilnin. Po, ishin mësuar me atë lloj ngjyre. Nuk përballonin dot ngjyra. Ka shumë histori rap. Po të flasim për psikologji. Kur të merrni ndonjë tjetër do të tregoj. Unë tani jam magnitur dhe rrit. Do flasim. Dua të dëgjoj dhe dua të eksploroj. Kur të vim herë tjetër do flasim për ato, do të flasim për manipulimin, ëh? Do flasim edhe për gratë, do flasim për buzat, për fthonjtë tua, pse i ke bërë me të kuqe, për buzët pse i bën me të kuqe, syt pse i bën, vetullat, hundën, diçka pas familjes këtu. Ja, s'po të pyetar. Vetëm diçka, na trego diçka për Jonçën sot. Pse është bërë kështu siç është bërë sot për shkak? Çka ka dash tregoj? Janë që dua të manipuloj. Jo, s'është manipulim, ai që jo vetëm manipulimin, tërsi. Pse ka këtë qasje që ka sot për shkak? Estetike le të them. Gjithmonë kështu ka qenë. E mirë ka qenë po. Sot e ka tepruar shumë. Do të flas një gjë të thjeshtë. Do qëndrojmë tek varsja që ka veshur, mos të vëmë këtë temë. Aty është një varsje në matësi normale, do të thosha. Po, minimaliste. Minimaliste. Nëse do të vazhdonte ajo varsje të zbinte akoma dhe më poshtë, është vënë qëllimshëm.
Krijon hapësirë për fantazi. Jo, bëhet qëllimshëm që sytë e atij tjetrit që të sheh përballë, të shkojnë atje ku ajo dëshiron të vënë. Okej. Domethënë është një udhërfyse drejt asaj që do të bëj. Drejt rrugëve të panjohura. Nuk e di panjohura të njohura, po gjithsesi. Të shejtanit të jonzit. Pra, ato e bëjnë qëllimshëm. Po ashtu dhe makiazhi i syve, i vetllave, i buzëve, i hundës, i veshëve, i ballit. Për arbrin nuk e gjë për të thënë. Po unë s'kam Kë do manipulosh sot? Mjekra për shembull. Moda mjekrës. Kur prekin meshkujt mjekrën, ndërkohë që flasin, çfarë do thotë? Çfarë do thotë? Se e preku dhe Olsi. Jo, ka shumë gjëra tani. Ne kur gënjejmë zakonisht prekim gjëra të ndryshme. Disa prekin hundën. E bëri 2 herë goca. Po gënjeja unë shkreta për pyesja, po nejse. Unë po të shikoj. Mirë, okay, e lash. Nuk flas dot me ekspertin disa për lëvizje që ne kemi bërë deri në familjen tonë kemi bërë dhe na mbeten ato gjatë gjithë jetës sonë. Kalojmë dorën shpejt e goja ose e kërkojmë në një pjesë tjetër te mjekra, ankthit që kanë tërheqin mjekrën e tyre, e kanë djemtë e kanë shumë këtë tërheqin ose lozin, edhe vajzat lozin me flokët e tyre kur kanë ankth. Jo ato që lozin për të flirtuar, po. Pra janë veprime që ti bën kur je në siklet ose ka shumë siklet, ose kur gënjen. Ka shumë, janë shumë gjëra që përpëlitja e syve, tharja e gojës, nuk gjen dot fjalën, bën hapësira të mëdha. Dëgjoj se folën vetëm për mashtruesit e manipuluesit. Jo, po fletim përgjithësi, i përmendi të tërë. Thuaj pak të drejtët, çfarë bëjnë ata të sinqertët. Kur të bëjmë leksion te lokali yt, do vi një orë të flas vetëm për gjuhën e trupit të lokalit, po ta bëjmë. Të sinqertët si dallon se ka hall mos se zbulojnë shpejt artin, kupton, kur gënjen. Zakonisht të sinqertët qeshin bukur dhe qeshin në mënyrë të sinqertë. Zakonisht u krijojnë rrudhat tek cepat e syve. Se nuk mund të thuash qeshi sinqert ai vën dorën këtu. Se mos i bëj rrugë. Sinqert qënge se të shkon buza vesh më vesh kur qesh. Po, sinqerteti është gjë tjetër. Dallohet tjetër. Qeshin syt, jo goja. Okej. Po qeshin syt, je i sinqert. Po, që kemi njerëz të mirë në arbër. Kush të vuri ty të mirët? Wow. Po shpresoja që këto rrudhat e mia të syve tregojnë diçka. Faktor sinqeriteti. Po si duket botoksi ka bërë vetë. Edhe shikoj njerëzit e qeshur gjithmonë kanë rrudha të mëdha në anë të gojës, në anë pavarësisht kanë shumë të mëdha këtu. Pavarësisht se tani shumë meshkuj mbulojnë me pjesën me gjëra filler, me qime të tyre. Po. Edhe filler, pse jo, çuna. Po të gjitha. Okej, Foni, ishte shumë kënaqësi që të kishim sot këtu. Një bisedë shumë e këndshme gjithmonë kjo. Faleminderit për gjitha le të themi indikacionet që i dhe publikut dhe neve sot për të kuptuar më shumë sa i përkiste takimit që ndodhi dje. E nisi Foni një këshill për gjithë burrat që po na dëgjojnë. Mos i mashtroni gratë, se gratë Ko që mundohen. Mos e lodhni kot. Ne pra me pak fjalë ne kur bëjmë sikur sikur e ham. Sikur e ham, është thjesht po i themi mirë kalo se nuk kam nerva të zjem me ty sot. Po në një ditë tjetër do të përvishem mirë. Ato futen në arkiva të gjitha dhe dalin në momentin e duhur. Unë e them shpesh se burra mos u merrni kur me memorien e grave. U mundi. Kanë terra bajt memorie, ne kemi një USB të vogël, mos u merrni me gratë. Mbaj me kë ke pirë kafe në vitin 92, në orën 8 pa një çerek. Po. Dhe ku ishe? Po. E bëni ju jenë të tmerrshme. Kur duam. Foni, faleminderit edhe një herë. Kënaqësi. Të presim në detaje të tjera, se ishte shumë interesante kjo pjesë, Arbër, më pëlqeu shumë të diskutojmë për gjuhën e trupit, gestikulacionet edhe gjithçka tjetër që ka të bëjë me qendrën njerëzore dhe me emocionet, do flasim me emocionet. Dëgjojmë të mërkurën tjetër. Faleminderit që ishit me ne sot dhe kalofshin një të mërkur sa më të bukur. Pas pak vjen Elona Dura me Big Brother Radio. Mos u shkëputni nga Top Albania Radio.